Këshilla e 9 për femrën muslimane. Gruaja muslimane e ruan zemrën e saj prej dyshimeve dhe epsheve, syrin e saj prej haramit, veshjen e saj prej muzikës dhe gjërave të turpshme, të gjitha gjymtyret e saj prej thyerjes së ligjit të Allahut, dhe e di se kjo është devotshmëria. Transmetohet se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me një hadith të vërtet ka thënë: turpërohuni prej Allahut me turp të vërtet, se kush turpërohet prej tij me turp të vërtet, e mbron kokën e tij dhe vetë dijen, barkun dhe çka ka në të, dhe kush e kujton pleqërinë, i harron kënaqësitë e kësaj bote. Transmeton Tirmidhiu. Këshilla e 10. Gruaja muslimane nuk i kalon ditët dhe netët e saj në gjëra të kota. E ruan kohën e saj dhe e shfrytëzon në të mirë. Nuk është përgojuese, bartës e fjalësh, ofenduese, e papërqendruar e neglizhente. Allahu Azza wa Jall thot: largohuni nga ato që fenë e tyre e marrin si lojë dhe të frime, që janë mashtruar nga jeta e kësaj bote. Dhe thot për një popull që e humb jetën e tyre duke kaluar në gjëra të kota: kur ora e kiametit tu vi pa pritur, ata do të therrasin: të mjerët ne, sa shumë që kemi neglizhuar në jetën e tokës, dhe do të bartin gjunahet e veta mbi shpinat e tyre. Sa e shëmtuar është ajo barë. Autor Aidel Karni.